Këshire një pamjet e aksidentit të mbrëmshëm që ka ndodhur në këtë lokacion. Këshire një pamjet e një aksidenti tjetër. Realisht gati për çdo javë na thojnë banorët që qëto në Zabel të Olët, të rruga regionale që të lidh me Drenas edhe me Prishtinë, vazhdimisht ndodhen aksidente njerëz. Çka ndodh tash këto? Po e shihni këtë kyçjen kur vjen prej magjistrales, prej Prishtinës, kur nisesh për Drenas, në këtë rrugë qëre qysh është? Do me thonë, traka e këtyne që vinë bashkohet me trakën e këtyne që kyçën prej rrugës tjetër nga Market Alio, qysh po e shene, qëre qysh do të me këqyrë. Do me thonë, copzat e aksidentit të mbrëmshëm këto, halo, evidente. Sa është rrezikshme që kënej me kalu? Rrezik është rreziki që shë në merë me men bac. Kje rruga kënej që vje për i kryqit më shumë Komaranit, kje gjithë ka pas për parësi, por për i dalës të asoj rrugës që ka dala nej, tash ajo rrugë ka për parësi, kjo duhet me prit. Po këshyre shenë ku e kanë shtia tja, pëse sa largë rrugë. Stopi, po, s'po do të ka 3 metra gati, nuk mujnë me vrejt vëzicat e kësheone, me dho për parësi për aton, edhe këtu ka edhe me fatalitet ka pasën. Ka pasën ma herët edhe me fatalitet, tash nuk ka veç, ka aksidente, trona, nuk shkoj javë që shbojnë 2-3 aksidente. Rreziki më i madh është për ata persona që vinë që kanë rrugën pa njoft, që nuk e njohin rrugën. Se na nuk kemi problem që jem përditu. Tash kanë fillu me qitë një rreth vogël tu nëse e bojnë atë rreth. Çka janë tu bo qito? Janë tu mendu me bo një rreth këtu. Që sa është qishto? Që sa janë tu punu? Jo, që një javë ditja ka nisur, që një javë, nuk ka ma shumë, që një javë ditja ka nisur, një rreth po mendojmë me qitë për mi ikun aksidente. A është rrugë shumë me fatalitet, është rrugë midis rrafshit me kanë kështu është njerim është. Po inshallah e rregulluar. Këto një tabel që shpo e sheni, qenë kanë të punu, diçka mirë po më thonë që herë ndalën punimet, herë fillojnë punimet, për një kohë gjatë është kështu. Ministria e Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës, trajtimi i vendeve të rrezikshme me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore. Eliminimi i pikave të zeza në rrjetin rrugor të rrugëve nacionale, rajonale dhe lidhse, numri bla bla bla, kohë zgjatja 36 muaj. Tash e kam të paqartë cili është plani i ministrisë, sigurisht na tash kena me kontaktu me ministrin e infrastrukturës zotin Hysen Durmishi edhe me pyet te për problematike. Këto vazhdimisht çishto ndodhen aksidente domethënë. Ja ndodhen edhe ndodhin këta që ka shkojnë drejt. Apo? Dhe këta që ka shkojnë drejt, a i ka përparësi. Okej. Që këtë duhet me pritë që ato dhe të kalan. E sa shpesh ndodhin aksidentet? Javë një. është adi kështu si mesatore. Mesatorja java një? Po vallaj, s'ka shansë më gjithë. Sa policia ma lyp videon që qysh ka mbo ndeshje, mi pas qitë këtë policia port, më të këshin marru një rreth. Tepër rrezik. Ata që vozisin e din sa rrezik është këto. Na i shkrojtëm Hysen Durmishit, tash po presim përgjigjen, ndërkohë derisa të na përgjigjet zoti Durmishi, mos harroni të Pojegu Brothers, i gjeni ofertat më të mira në treg rreth patundshmërive, qoftë shtëpia, qoftë banesa, këshireni ofertat të pojeguBrothers.com. Zoti Durmishi sa u përgjigj, po thotë bërim më fal, po jam shumë nxon dhe nuk kam shumë informata për çka bëhet fjalë aty dhe çfarë punimesh po bën aty. I thashë ministria është duke punu. Okej, na po e presim përgjigjen, nëse përgjigjet prap zoti Durmishin. Na kena mi shkrua pet sot, nesër, javën e ardhshme, gjithçysh derisa të merr info dhe të na jap një përgjigje përmbajtësore rreth planit të Ministrisë së Infrastrukturës për lokacionin në fjalë, për rrethin në fjalë, nëse është rreth ajo hapësira ku kanë të punu, nëse është u bë rreth. Mos harroni, unë jam Burim Pacolli, me që ta emër më gjeni këtë platformat, siguroni një follow me ma bo.